Kërkesa e LSDM-s për organizim të referendumit për ndryshimet kushtetuese ka rikthyer në fokus përplasjet politike mes opozitës dhe pushtetit. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë thotë se qytetarët përmes referendumit duhet të deklarohen nëse janë të gatshëm që fëmijët e tyre të paguajnë çmimin e politikave të Mickoskit. Sipas opozitares LSDM, kërkesa e tyre ka nxjerrë zbuluar faktin se qeveria nuk ka mjete buxhetore as për organizim të referendumit. Za Mickoski kriminalната група околу него. Para ka vetëm për grupën kriminale të vëmëros dhe të nderëve të tyre kriminal. Nuk ka para për qytetarët, nuk ka para për rroga më të mëdha, nuk ka mjete për rrogë minimale prej 600 eurosh, nuk ka para për masa dhe subvencione për bujqit, nuk ka para as për referendum në të cilin qytetarët duhet të vendosin për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Për Mickoskin dhe grupin e tij kriminale, vetëm qytetarët duhet ta paguajnë çmimin. Kërkesës së LSDM-s është përgjigjur zëdhënësi i VMRO-DPMN-s Valentin Manasievski, i cili ka drejtuar kritika ndaj liderit të LSDM-s Venko Filipçe, duke akuzuar se po ndjek një politikë servile në dëm të interesave kombëtare maqedonase. Sipas Manasievskit, Filipçe është i gatshëm të shkojë deri aty ku fillimisht të zbatojë ndryshimet kushtetuese e më pas të pranojë ridefinim të historisë dhe identitetit, duke e quajtur Filipçen si i dërguar special dhe deputet bullgar i Rumen Radev. Prvo sprovедување на уставни измени, а потоа редефинирање. Njëherë ndryshime kushtetuese, pastaj ridefinim të historisë dhe identitetit. Deri këtu është i gatshëm të mbërrijë deputeti special bullgar i Rumen Radevit, Venko Filipçe. Filipçe është në të njëjtën linjë me Viktor Stojanovin nga Fundacioni Maqedonia, e cila vepron në vendin ton duke shpërndar propagandë dhe gjuhë të urrëties kundër maqedonasve. Nuk e pranon identitetin Maqedonas, e mohon atë dhe përfaqëson historinë e Maqedonisë bullgare. Kjo nuk është hera e parë që LSDM-ja dhe VMRO-ja përplasen me njëra tjetrën për identitetin dhe gjuhën, po edhe për historinë. Në të kaluarën, kur VMRO-ja ishte në opozit, e akuzonte LSDM-n për tradhti kombëtare dhe shiqje të interesave shtetërore dhe ndryshim të emrit.